Ishte Spanja Pipa në regjistrimin që shoqëron studimin e Mikaela Mingës dhe Nicola Scaldaferrit, La canzone urbana di Korça, kënga urbane e Korçës. Një libër i cili nuk ekziston në librarit e Shqipërisë, i prezantuar për herë të parë në Panajirin e Milanos në tetor të 2015-ës. Mikaela, urime për këtë botim. Faleminderit. Personalisht jam njohur me një këngë të Spanja Pipës në Kopshtin Plot Lule para 10 vitesh. Më ka habitur fakti që dëgjoja një serenat nga një zëfemre, sepse ishim ushqyer kryesisht gjatë viteve të regjimit me këngët e korit lira. Zbuloj në këtë libër që teksti dhe muzika është shkruar nga komiku shumë i njohur Aleko Prodani. Po, është e vërtet. Si e ke zbuluar këtë personazh, Spanja Pipën? Në fakt, Spanjën e kam njohur shumë kohë më përpara, edhe unë fal regjistrimeve që ke dëgjuar edhe ti, Elsa. Ato janë regjistrimet bëra tek Radio Korça, dikur e vitit 1993, kur sapo kishte rënë diktatura dhe radioja mori si synim bëri një projekt për të mbledhur të gjithë repertorin që qarkullonte me këngë korçare. Spanja ishte një ndër protagonistët dhe pikërisht aty unë fillova ta dëgjoj. Më vonë, pastaj duke bërë kërkimet e mia në kuadër të doktoraturës, u fokusova pikërisht tek kënga korçare si fenomen dhe më duhet të them që Spanja Pipa ishte personazhi i cili më mahniti më shumë, më tërhoqi më shumë dhe punova shumë gjatë me të. Rezultat i kësaj pune është pikërisht ky libër, i cili në fakt është bërë në bashkëpunim. Do me thënë, aty pavarësisht se është emri im dhe i Nicola Scaldaferrit si autor, më duhet të them që është një grup më i madh, si të thuash, që u mor me përgatitjen muzikore, me mbledhjen e materialeve, ku duhet të përmend padyshim Josif Mingën, i cili edhe i riorkestroi, babain tim, dhe muzikant shumë të nderuar korçar, Agron Muratin, Tomor Selimin, dhe zërin, kraha zërit të Spanjës, zërin e Koço Lalazit. Më duhet gjithashtu të përmend edhe laboratorin e antropologjisë dhe etnomuzikologjisë pranë Universitetit Milanos, ku u realizua post-produksioni i regjistrimit. Erdhëm në fund në 2015 me botimin fal mbështetjes shtëpisë botuese Kuj Libri, e cila është e orientuar pikërisht drejt botimeve të tilla. Por ka dhe një të veçantë, më duhet të them, sepse është hera e parë që kjo shtëpi botuese del jashtë Italisë, do të thënë ajo merret me fenomene të veçanta muzikore brenda Italisë, dhe kësaj here duke parë zërin e Spanjës, duke ndjekur dhe fenomenin, mendoj që të bënte një botim të tillë, dhe unë jam vërtet mirënjohëse. Atëherë unë do kthehemi sërish te pyetja e parë. Personazhin e Spanja Pipës, e cila jeton akoma, jeton në Korçë. Po, Spanja Pipa është këngëtare dhe aktore, ka punuar gjatë pranë teatrit Andon Zako Çajupi, ka qenë pjesë e trupës së estradës dhe mund të them që pati kulmin e karrierës së saj në vitet 50-60. Ka pasur dhe një pasion të veçantë për këngën korçare. Këngët që këndoheshin pikërisht nga meshkujt. I ka përvetësuar dhe gjatë gjithaj kohë i këndonte në situata të ndryshme, familjare, në për festa. Më thënë, një nga cilësitë e Spanjës është që është shumë karizmatike. Më thënë, nuk ka rëndësi nëse ajo është në skenë, apo mund të jetë këtu mes ne të dyjave, ajo të bën me një herë për vete me mënyrën se si performon, me mënyrën se si këndon, me dashurinë që ka ndaj kësaj këngë dhe ndaj interpretimit në tërësi. Më thënë, është një artiste për mua e kompletuar dhe pavarësisht se ka ndenjur për një kohë shumë gjatë në hije, më vjen mirë që mu dha rasti të jem pranë saj, të punoj me të bashkëpunoj me të, jo thjesht si një studiuse për krah një fenomeni, por një studiuse për krah një personi i cili është shumë i talentuar dhe shumë i veçantë, të thoja. Ky është një fenomen që zë fill në fund të shekullit të 19, kënga urbane, korçare. Dhe në vitet e 60, i prekur nga revolucioni kulturor, edhe ky fenomen pson atë goditjen e vet. Shumë e vërtet. Korespondon me kulmin e aktivitetit krijues të Spanja Pipës, vitet 60, siç e përmende edhe ti. Po. Atëherë si ndodh
që ky fenomen futet në hije? Në fakt, kjo është një gjë që nuk lidhet drejt për drejt me Spanjën, sesa me ato format urbane që ekzistonin në Korçë, të kënduarit në rrugë, ku grupe çunash performonin, interpretonin dhe rinin deri në netët e vona të natës. Kjo me sa duket ishte një shqetësim për policinë dhe erdhi një moment që i ndaloi krejtësisht. Duke filluar nga vitet 70 tek tej, aktivitetet erdhën duke u heshtur, nuk kishte më. Ndërsa sa i takon Spanjës, Spanja në atë periudhë vendosi në një mënyrë apo në një tjetër që të distancoj nga skena, duke filluar nga vitet 70, dhe dolin pension, atëre këngëtare dilnin pension relativisht shpejt herët, më pak se sa 50 vjet, ashtu ishte mënyra e organizimit. Kështu që dhe ajo dolin pension dikur edhe viteve 80, fillimit viteve 80. Mos lidhet ndalimi dhe zhdukja pak nga pak, lënia në hije këtyre këngëve edhe me gjendjen që ato përcjellin. Janë kryesisht lirika sentimentale, megjithatë tek to është një nostalgji gjithmonë latente, është një dëshirim gjithmonë latent, i fshehur, një melankoli që shkonte kundër atij entuziazmi të njeriu të ri. Shumë e vërtet, është një subjektivizëm që shkon shpeshherë gati në ekstrem, sigurisht ka dhe ato retorikat e sheqerosura, të themi sentimentale kështu, por kur shikon disa këngë, dhe këtu më duhet gjithashtu të shtoj që Spanja nuk ishte krejt e vetme, domethënë Spanja ishte pjesë e një trupe të estradës, jashtëzakonisht e suksesshme, ku bënte pjesë gjithashtu Aleko Prodani, por bënte gjithashtu pjesë Aleko Skali, një poet dhe skenarist shumë i njohur, apo Abbas Hajro, fizarmoniqist dhe kompozitor, dhe një pjesë e këngëve janë të tijat. Kur unë e pyesja Spanjën që pse nuk janë regjistruar ose pse nuk janë interpretuar, ajo më thoshte, shiko, këto i bënim vetëm për veten tonë. I bënim që t'i këndonin vetë, se e dinim që pak a shumë base nuk do pëlqeheshin për t'u shfaqur, kështu që dhe në këtë mënyrë, domethënë kjo për veten tonë vazhdoi gjatë dhe ato kanë arritur deri sot. Këngë që i bashkojnë njerëzit në komunitet, por në një lloj tjetër komuniteti nga ai që ekzistonte jashtë. Eksakt. Domethënë një këngë që shërbente për socializim, një këngë që ishte intime, që njerëzit gjenin veten, por gjenin edhe grupin. Kjo e ka bërë, si të thuash, këtë këngë të vazhdoj kaq gjatë dhe të mbahet. Prandaj dhe besoj, për mua ka rëndësi, sepse nuk është thjesht historia një këngë, është historia një protagonisti dhe këngës së tij. Në këtë rast e një protagoniste dhe këngës së saj. Kjo është e veçanta. Një pjesë e mirë e këngëve, përsa i përket muzikës, ka autorin anonim, autori nuk dihet. Shiko, me këngën korçare ndodh një fenomen i çuditshëm, sepse edhe kur bisedoj shpesh me njerëz saktuar, gjën e parë që më thonë, shiko, se ajo nuk është shqiptare. Shiko, se nuk janë këngë greke, janë këngë italiane. Në fakt, kjo këngë është një këngë mesdhetare, sepse e gjen në vendet ndryshme, sidomos muzikën. Është ai kozmopolitizmi që unë e kam thënë në libër. Po, që është theksuar. Duke parë këtë muzikë jo vetëm në aspektin lokal, po edhe paralel me Italinë, për shembull, paralel me Greqinë, paralel deri edhe me Portugalinë, me Francën, po. Meksikën. Meksikën është shumë e vërtetë edhe me Meksikën, por edhe me këngët dalmate, domethënë me një repertor që gjithashtu është urban, edhe Trieste për shembull, si qytet ka Canti Triestini, këngët triestine, njësoj si themi ne këngë korçare, dhe kanë pak a shumë këtë element, domethënë socializimin, njerëz që mblidhen bashkë që këndojnë, kjo është karakteristika, si të thuash. Prandaj mendoj që nuk mund të mbahemi më tek ky fenomeni i autenticitetit në muzikë, sepse në muzikë nuk ka gjëra autentike. Mitrush Kuteli e ka thënë shumë bukur tek një libri Këngët e qytetit djegur, kur thotë këngët i merera. Dhe realisht këngët i merera, muzikën nuk mund ta mbash brenda kufive të nacionit. Domethënë ne kemi dashur ta bëjmë një gjë të tillë për sidomos në periudhën e komunizmit. Po, vërtet një nga gjëra që më pëlqen tek libri yt, Mikaela, te libri juaj, është pikërisht kjo gjë, duke lidhur autenticitetin e këtyre këngëve, origjinalitetin e tyre, jo me origjinën, po pikërisht me këtë bashkëjetesë të fenomeneve paralele, prej të cilave Korça gjithmonë ka qenë ndikuar, domethënë, si një qytet shumë i hapur. Eksakt.
Korça e pati këtë gjashtu si dhe Shkodra. Do të thënë, këto kanë qenë pak a shumë ato dy qendrat që e rezatuan më shumë këtë, po themi, përzierje, bashkim, shpesh edhe kundërshtimi i disë fenomeneve të ndryshme atyre lokale dhe atyre që vinin nga jashtë. Për shembull, Shkodra kishte ahengun, Korça këngët korçare, po kishte edhe muzikën me saze. Do të thënë, janë një sër fenomenesh muzikore që vinë dhe përplasen, herë duke konkuruar njëri tjetrin, herë duke bashkëvepruar me njëri tjetrin. Kjo është e veçanta. Atëherë këtë bashkëveprim, çfarë e bën autentike këngën qytetare, këngën urbane të Korçës? E bën autentike lidhja me qytetin, lidhja me protagonistët, lidhja me njerëzit dhe dëshira e tyre për ta mbajtur pranë vetes këtë këngë, për ta bërë të tyren. Do të thënë, për ta përvetësuar dhe më pas për ta rinxjerr në mënyrën e tyre. Kënga Sofati, më duke se e ilustron mirë këtë gjë? Po. Identifikon një vend, i cili ka qenë një vend si pikë takimi për dashnorët, po edhe për se hirxhind. Padyshim. Edhe një instrument ka rol veçantë aty fizharmonika, mos gaboj? Gjithçka mbush me flete, Sofati rrugë shkrete, teksa frynjera e mare. Kjo lidhet në fakt me figurën e Abbas Hajros, që është kompozitori i asaj kënge, një fizharmonicist shumë i talentuar, i cili në krijimet e veta e futi tingullin e fizharmonikës si pjesë përbërëse, si në lëkurë të këngës. Kështu që, do me thënë, Sofati i përmbledh të gjitha këto dhe është padyshim një vend që merr kuptim fal këngës, po edhe fal faktit që është jetuar dhe pastaj është bërë këngë. Do me thënë, janë gjëra të jetuara që pastaj janë bërë këngë dhe kanë mbetur. Nuk e di, çfarë mund të thuhet diçka më shumë për këtë imazhin e qytetit që gjëllin në këngët urbane? Ka vende të specifike që përshkruen, për shembull është Senatoriumi, kur në vitet 50 aty shkonin smurët me tuberkulozë. Dhe shumë nga poezit flasin për të sëmurë që nuk mund, do të thënë, ajo brengaj. Pastaj janë rrugët, janë shkolla specifike, janë emra, shkolla pedagogjike. Shkolla pedagogjike, po. Do të preste pedagogjike? Po. Është njëri nga margjet. Mikaela, ti thua që te këngët e Spanjës gjen ritmet e valsit melankolik në tingullin e fizharmonikës, pikërisht e fizharmonika, gjen ritmet orientale, ritmet greke dhe sigurisht temën klasike të serenatave. Më duhet ta theksoj, sepse ka një fakti që ky libër është botuar në italisht dhe i adresohet sidomos lexuesit italian. Ka një gjë specifike sepse të imponon deri diku ta shikosh gjën tënde edhe me mënyrën se si mund ta shikojnë të tjerët. Dhe serenata në muzikën perëndimore identifikohet si një lloj homazhi për vajzën që këndohet poshtë dritares. Por edhe si këngë tavoline, edhe pjesë e ambienteve më intime të njerëzve. Domethënë, prandaj edhe unë gjithmonë i referohem këngë korçare dhe jo serenat korçare. Dhe më duhet ta theksoj edhe këtë gjë që kjo është një punë sa dokumentare, në sensin që ne i kemi mbledhur këto këngë, i kemi parë së bashku, i kemi riorkestruar duke ruajtur, dhe formacioni është vërtet shumë interesant, sepse kemi mbajtur kitarën, mandolinën, por është futur edhe lauta, për të krijuar një fuzionim shumë të bukur, dhe këtu merita padyshim i takon orkestruesit Josif Mingës. Regjistrimi është bërë në shtëpinë tuaj në Korçë? Regjistrimi është bërë në shtëpinë time, po, në Korçë, me mikrofona sigurisht shumë profesional, dhe pra midis dokumentimit dhe krijimit artistik. Dhe kjo edhe në fushën e studimeve, domethënë atë çka ne bëjmë si kërkues, si studiues, është një lloj çarjeje, sepse kuptohet ishte edhe kënga që e lejonte një gjë të tillë. Ka pas diçka që të ka bërë përshtypje në këto takime, në këto regjistrime? Diçka që është zbuluar, që është rizbuluar? Ka qenë me një këngë. Edhe nga kujtesa e Spanjës. Ka qenë historia e një këngë, ne ishim duke punuar për të përzgjedhur materialet dhe Spanja takoi dikë në rrugë që duke qeshur së bashku i thot:
Më Spanja, si nuk e këndove atë këngën, do të vdes moj nëne, dhe i reciton vargjet. Ka që mi aftoj asaj dhe vjen dhe thot, do të abim dhe këtë këngë, se është, tani u kujtova unë që është një këngë e tilë kështu e kështu. Dhe ajo këngë në fakt është regjistruar për herë të parë. Vari në nga përni, mu vedere kisha. Nënës, kur ti thoni, lele nënës, kur ti thoni. Nënës, kur ti thoni, nga ta se helmoni. Tani, ne nuk mund të themi se kur është bërë melodia e këngës, këtë nuk mund të adim, por të paktën mund të presupozojmë që teksti është bërë para vitit 1968. Do me thënë, nuk mund të mendohesh e që, si do qoftë, pavarësisht se këto këngë këndoheshin jo në publik, prap njerëzit ishin të kujdesshëm dhe nuk mund të mendoj që një tekst me referencë fetare të mund të futej në këngë. Kështu që mendoj që duhet jetë më përpara se viti 1968. Sipas teje, çfarë karakteristikash ka zëri i saj? E thua diku që melankolia, melankolizmi është ai toni më i dukshëm. Ka një vokalitet i cili është shumë evokativ. Kur thua evokativ, lidhet kjo dhe me nostalgjin? Është nostalgjia dhe është lidhja e Spanjës me të shkuarën, më thënë është një lloj përpjekje për të parë të shkuarën nga e tashmen, më thënë kur shumë nga këto këngë janë trajtuar në mënyrë komerciale me ato orkestrimet e studiove, më thënë ka humbur ai sensi i mbas edhe i atij autenticitetit në thonjza të mënyrës së interpretimit. Dhe ne ishte një lloj renderimi që deshin t'i bënim kësaj këngë duke e marrë në origjinal siç këndohej. E tham që parë Mikaela që një pjesë e mirë e këngëve nuk kanë autor. Por më rezulton që në ato raste kur kanë autor, autore janë femra. Siç kemi në këngën Sikur të deshte zemra jote, me tekst dhe muzikë nga Vasilika Bimbli. Po. Më bëjmë përshtypje vargjet, 4 vargje, dhe nësu pjekshim lam të mirë, mos më harro, më kinderment. Dhe nës më do, jeto i lirë, bëj që të thot shpirti tënd, jeto i lirë. Një grua që i thot të dashurit jeto i lirë. Duket një gjë e manitshme. Kam pasur fatin të intervistoj zonjën Bimbli. Jo, më duket një element emancipues. Në fakt nuk mund të them që kanë qenë femra autore, domethënë ky është një rast që unë e futa posaçërisht sepse më duk shumë interesant duke qenë se kishim një autore femër. Vasilikën e ke intervistuar? Po, e kam intervistuar, ka qenë një zonjë shumë e lezetshme, e cila më tregoi, tha, mua më erdhën vetë, tha, ato vargje, tha, nuk di çfarë të them, nuk di çfarë të them më shumë, tha, di vetëm të ta këndoj dhe e këndoj këngën. Jam me fat sepse ajo ndroi jetë vetëm pak muaj më vonë, dhe kështu që më kujtohet shumë mirë ajo intervista me të, biseda me të. Është vërtet për t'u vlerësuar që vargje të këtij lloji me këtë mendim, jo vetëm ndjenjë, po edhe me mendim, dalin nga goja një gruaje. Ose Muzumali i Dimitra dhe Olga Maliqarit. Po, edhe këto kanë qenë 2 motra që i kanë shkruar këto vargje. Domethënë, unë u përpoqja që të zbuloja ose të gjurmoja gjithë ç'ishte e mundur, domethënë, dhe kur kishte autore të cilat shkonin si thua shkundër, domethënë asaj modelit që poetët dhe muzikantët ishin meshkuj, preferova t'i përfshija jo me synimin që ishin femra, po sepse vargjet edhe kënga ka qenë interesante, domethënë ky ka qenë elementi kryesor. Mikaela, çfarë mund të thuash për zhvillimin që kanë pasur disa këngë? Të paktën për ato raste kur ne kemi variante të regjistrimit të këngëve, siç është kënga e njohur Omoj Korçare. Kjo e ka... Kemi në vitet 30 regjistrimin e Tefta Tashkos në Paris. Po. Dhe kemi dhe ky album me zërin e Spanja Pipës. Fakti që e ka kënduar për të parë Tefta Tashko Koço, për mua ka një vlerë të veçantë, sepse është nga ato artiste që i detyrojmë shumë. Dhe e veçanta tjetër pastaj është nga muzika. Domethënë, në origjinal, pra në versionin e parë, kënga është një tango.
është në ritmin e habanerës. Pam, 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 pam. Pastaj ka qarkulluar në Korçë mbi të gjitha për tekstin, që referon pikërisht korçaren, dhe me sa duket është ndryshuar në një ritëm tipik për ne, po që për shembull për italianët është krejt i çuditshëm, 7/8, ata e quajnë aksak, dhe që është tita ta tira ra 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 ra, ashtu siç e njohim ne të gjithë, domethënë. Dhe në libër është përdorur teksti origjinal. Duke qenë se Vargun e parë ne e njohim, o më korçare sa e bukurie. Ndërkohë që është e bukur si pupe. Domethënë, jam referuar tekstit në Çomukos, të botuar pikërisht në vitet 30, base për t'i bërë homazh Tefta Tashkos, por prapë për t'u rikthyer tek fakti që Spanja vetë ka pas këndhuar? Base do ta dëgjojmë. Korçare bukur si pupe, më thonë shumë në këngë, kur do që dalë më vjen re, ngrihen të gjithë në këmbë. Një nga komentet që kam parë për librin tënd, shikojnë tek Spanja Pipa një ngjashmëri me interpretimin apo me zërin e Nila Picit, këngëtare italiane. Këtë përshtypje kanë pasur edhe disa kolegë dhe miq të mit në Itali kur dëgjuan fillimisht albumin, thanë që të kujton ato zërat italian të pas luftës, Nila Picin, Orietta Bertin, Katina Ranierin, domethënë janë një sër këngëtaresh dhe kjo nuk vlen vetëm për Italinë në fakt. Në atë periudhë, në vitet 50, ishin shumë në mod këto zërat, jo krejt të impostuar, domethënë si soprano ose mezzosoprano, domethënë, por që i referoheshin këtij lloj impostimi, domethënë kishin një lloj teatraliteti, zërat si teatral do t'i quaja unë. Në vitet 50-60 ishin shumë aktiv muzikantët qytetas në interpretime në për lokale, në për vende të hapura, në gjitha të arealin lindor. Këto këngë ishin jashtëzakonisht preferuar, ky lloj stili i asaj periudhe, por që më shumë identifikohet, ne kemi zakon ta identifikojmë me muzikën italiane të Sanremos. Unë kam lexuar disa shkrimet tua që shpeshherë kanë forcën të kritikojnë dhe atë çfarë ndodh në skenën muzikore shqiptare, kryesisht në botën e talent show-ut. Ti më shon fort asaj që ne duhet jemi në gjendje të dallojmë se çfarë është një zë individual në gjithë këtë majmunëri që ndodh duke imituar dhe duke riprodhuar pafundësisht gjestet, zërat tonet. Atëherë, çfarë është një zë individual, Mikaela? Një zë individual që me siguri është diçka që e mbron dhe Spanja Pipa, fenomeni i Spanjës. Një zë individual është një zë që përpiqet në radh të parë të jetë vetvetja. Domethënë, të përpiqet që të këndoj, jo për të treguar se sa vokal kam, por të përpiqet të shpreh si duhet marrëdhënien që ai ka me atë këngë që po këndon. Talent show është një mundësi e cila fokusohet vetëm në disa element, por jo në atë formimin. Domethënë, është e nevojshme që ky zë të jetë i formuar, të ketë një njohje sa më të mirë për gjërat që këndon, për stilet muzikore, por edhe një njohje kulturore, një edukat mbi atë çka ndodh në fundit, domethënë në jetën rreth tij, mbase pse jo të jetë edhe i angazhuar. Nuk është krejt faji i të rinjve të talentuar, është edhe mënyra se si funksionon tregu, që tregu është krejt kaotik, sidomos në Shqipëri. Pastaj është globalizmi që na ka pushtuar krejtësisht edhe e kemi shumë të vështirë, domethënë e kemi shumë të lehtë të këndojmë si Beyoncé, si Whitney Houston, apo nuk e di, nuk më vjen ndërmend njëri tjetër, po e kemi shumë të vështirë të këndojmë si vetja jonë, domethënë, cila jam unë, cila je ti. Këto janë elementet që për mua besoj se kanë rëndësi. Nuk e di, ke ndonjë të preferuar nga të 12 regjistrimet që janë këtu? Ndoshta pak depoles për si ëndra që vjen edhe shkon. Është kënga e parë, domethënë që për çfarë arsye? Sepse ka qenë kënga e parë që kam dëgjuar nga Spanja dhe kur kam marrë vesh që është
kompozuar diku nga vitet 60 më ka bërë shumë përshtypje, sepse teksti thot ti merr dhe në netët e qeta, në krahët e mi si demon, më dehe me puthjet e fsheta, si ëndra që vjen edhe shkon. Tani mendo pak që në festivalin e parë të këngës ne këndonim si sot një vit më parë jam martuar. Bravo, e kisha harruar këtë moment. Kupton, dhe kjo ka qenë një këngë që është kompozuar pak a shumë në atë periudhë. Dhe është bërë një lloj përpjekje për ta çuar në festival, por pastaj nuk është çuar. Kush e ka kompozuar? Kjo është kompozim i Abbas Hajros. Për fat të keq nuk kam arritur ta gjej kush e ka shkruar tekstin, por është dora e një poeti. Domethënë edhe këtu dallohen cilat janë tekste të bëra, si të thuash, në mënyrë këngë që ka një lloj frike brenda. Eksakt. E papranueshme për kohën. Eksakt. Dhe kjo është një këngë që gjithmonë më ka grishur, domethënë, më zhdukur shumë e bukur. Njeta ka konë shumë me njerët, vështrimet e din ju por sytë e tu që ka therë, aroma që shpirtin ma dhe